Kandidatët që konkurrojnë për zgjedhjet e përsëritura lokale në 4 komuna janë nisën garës për të parin e komunës. Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Gostivarit, Nevzat Bejta, në hapjen e shtapit zgjedhore falenderoi Vlenin që e kanë mbështetur kandidimin e tij për, siç tha ai, ta shpëtuar Gostivarin nga shkatrimi dhe vjedhja. Besoj në bashkëpunim me koalicionin Vlen, me qeverisjen, me partnerët e qeveritar. Besoj se do t'i kalojmë këto. Edhe qyteti jonë do marrë një pamje tjetër. Unë kam vizituar fshatra, lagje. Gjithë qytetarët janë të zgënjur, shumë të zgënjur dhe janë të mblefosur, të revoltuar. Edhe gjithë me falenderohen, thë shqyrë si pranove bebir, u gëzuam shumë. Kandidati AKI-s për Gostivarin, Valbon Limani, duke i falenderuar qytetarët që e kanë mbështetur në raundin e parë, ju kërkon që këtë herë ta konfirmojnë mbështetjen për të. Personalisht nuk besoj fort tek premtimet e fushatave se ndodh ndonjëherë të mos mbahen. Ndaj edhe vetë ato që bëm ishin aq sa vërtet mundemi dhe vërtet do të bëhen. Aq sa kemi vizion të realizojmë, do të shndrojmë jetën tonë dhe qytetin tonë për më mirë. Edhe në Vrapçisht u hapën shtabe zgjedhore për zgjedhjet e përsëritura. Kandidati i AKI-s në Vrapçisht, Isen Shabani, mandatin e ri e kërkon duke u bazuar në punët që thotë se i ka bërë gjatë kohës së tij në krye të komunës. Kërkojmë mandat sipas punëve kryetar, punët që kemi bërë në për shkolla duke filluar, duke qenë më primare për fëmijët tanë, gjeneratat tona, të cilat ata do të na pasojnë neve dhe ne shpresa jonë është tek ata. Nuk kemi lënë kryetar shkollë pa ndërtuar, me standardet më inovative, standardet më të reja, si gjithë shtetet europiane në këtë kohë bashkohore. Në garë me të në Vrapçisht do të jetë kandidati i pavarur Zulhajrat Demiri, i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe ASH-ja e Selës. Pjesëmarrja e gjerë dhe energjia pozitive dëshmuan unitetin dhe besimin e qytetarëve në vizionin ton për një komunë më të zhvilluar, më të drejtë dhe më afër nevojave të tyre. Ky shtap do të jetë vendi ku do të dëgjohet çdo zë dhe ku do të ndërtohet bashkë armja jonë e përbashkët. Fushata ka nisur edhe në qendër Zhup, ku ka vetëm një kandidat për kryetar komune, Arjan Ibrahim nga Partia Demokratike e Turqve, ndërsa në Mavrov Rostush ka 2 kandidat, Oner Jakupovski, i mbështetur nga koalicioni Maqedonia Jote, udhëhequr nga VMRO-DPMN, dhe Anes Ahmeti, lidhje social-demokrate.